Në një aksion të detajuar pas hetimeve intenzive që kishin zgjatur për muaj të tërë, Policia e Kosovës në koordinim me Prokurorinë Speciale në janar të vitit 2025 kishin zbuluar një laborator të sofistikuar në Prishtinë, ku prodhoheshin pasaporta dhe dokumente të tjera të falsifikuara. Operacioni kishte nisur pasi policia fillimisht kishte ndaluar një automjet në Prishtinë, në të cilin u zbuluan dokumente të zbrasta të shteteve të ndryshme të botës. Në atë rast, ishte arrestuar një person ndërsa hetimet kishin çuar deri te zbulimi një hapësire të fshat në lagjën Qëndresa në Prishtinë, e cila shërbente si laborator për prodhimin e dokumenteve të falsifikuara. Policia ka njoftuar se me 13 maj 2026, më shumë se një vit pas aksionit të madh, dy persona të tjerë të dyshuar për të njëjtin rast janë paraqitur në stacion policor bashkë me avokatët e tyre. Të dyshuarit shqiptar, për të cilët kishte edhe urdhër arrest ndërkombëtar, po dyshohet se morën pjesë në grup të organizuar kriminal dhe në falsifikim të dokumenteve. Deri më tani ende nuk është i qartë edhe roli të cilin e kishin dy tashmë të dyshuarit, të cilët janë dërguar edhe në ndalim për 48 orë. Menjëherë pas lajmërimit të tyre në polici, është lajmëruar edhe prokurori special që ishte duke u marrë me rastin paraprakisht. Ai kishte vendosur që dy të dyshuarit të dërgohen në mbajtje për 48 orë. Çka u gjatë brenda laboratorit të sofistikuar, hetuesit kishin zbuluar pasaporta dhe letërnjoftime të dyshuara si të falsifikuara nga mbi 50 shtete të botës. Mes tyre, kishte dokumenta të Zvicrës, Serbisë, Meksikës, Holandës, Finlandës, Norvegjisë, Ukrainës, Estonisë, Brazilit, Polonisë, Austrisë dhe shteteve të tjera. Dokumentet ishin të vendosura në disa valigje, ndërsa gjatë bastisjes, policia kishte sekuestruar edhe makina lazerike, printer profesional, mbi 20.000 mikroqipa dhe mira dokumente të dyshuara të falsifikuara nga 51 shtete të ndryshme të botës. I gjithë operacioni konsiderohej një nga rastet më të mëdha të zbuluara në Kosovë lidhur me falsifikimin e dokumenteve dhe aktivitetet e dyshuara të krimit të organizuar. Dy të dyshuarit tashmë me anë të vendimit të gjykatës themelore të Prishtinës janë dërguar në arrest shtëpiak.